Përparim Rama, do thotë shive si e shohon, ka qenë i menaxher i mirë, por nuk ka qenë politikan i mirë. Realiti është njëre prej kandidatëve, Ajo po. njëre prej figurave që është shumë i njohur në Ferizaj dhe ka kontribuar direkt. Edhe është që theti komunikimin, ose për marrë me vish Ferizajin, po bëmi lokalist, po... Janë disa komuna që shansë nuk kanë në të binë pe... Nëse po ndalin të komuna tjera, për duhet përqendrohen te Prishtina, për shkak se është besoj që do të jetë interesant gara. Ferizajin ka me majtë prapa agimi. Bisedojmë kur jam puna fushatët, mos i paraprim, po ajo çka duhet themi është që Prishtina, po e dim, po ta mos flasim paraprakisht për një komunë, mos ta fokusojmë këtë debatin vetëm te Ferizaj. Këtë fol për Ferizaj. Ju për Prishtinë deshta me fol. Çfarë, po veçpare këtë fol. Do thotë, gjithmonë do thotë kur është një kandidaturë e re, e pa njohur, do thotë, është më e kapshme. Përparim Rama, do thotë shive si e shohon, ka qenë i menaxher i mirë, por nuk ka qenë politikan i mirë. Që do të thotë. Ai ka menduar sepse duke ardhur prej eksperiencës vetë të punës vetë. Prishtinë menaxher kem dashur politikan. Jo, duhet të jesh politikan. Ai ka menduar sepse jemi një institucion, një organizatë apo një kompani ku unë vendos të thotë objektivat, qëllimet, edhe nuk kam nevojë hiç për bashkëpunëtor gjatë rrugtimit tim, edhe unë për arrit qëllimin. Ku ka dështuar, nëse mund ta quajmë në këtë rast për Ramën, që nuk e ka lehtë ta fitoj me dur në gjepa, siç ka thënë ai, do thotë që mund ta fitonte, është sepse e ka kuptuar që duhet të bashkëpunosh edhe me subjekte tjera opozitare. Duhet të bashkëpunosh me asamblenë komunale, e cila është shumë e rëndësishme për t'i kaluar, do thotë edhe buxhetin, po edhe ligjet të cilat janë etike për ta ndryshuar ty vendimin. Dhe gjitha këto, do thotë përparimin, sikur ka pasur, do thotë, nuk ka pasur informacion se çka ndodh me çështjet e cilat janë lokale e aq më pak me një kryeqytet. Se nuk është i paditur, apo përparim Rama nuk është që nuk i ka mungu vullneti. Vetëm se nuk ka qenë i përgatitur, si individ, politik, Biliberia i ka pason që nuk përfaqëson subjekt politik, ka qenë i gafe jashtëzakonshme kur e kanë pas pyetur. Jo, ka vazhduar të thotë që unë nuk jam antar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Nuk e di nëse ka ndryshuar qendrim, po e shohim tash mbas 4 vite, po duhet të jetë, se përndryshe çka po kandidat, nuk besoj që kanë marrë për çmim Nobel aty brenda Lidhja Demokratike e Kosovës, se kanë marrë për kandidat. E për me qenë kandidat do të me njeh linjën e atij subjekti që ti përfaqëson. Jo domosdoshmërisht. Psikologjik.